Deri tani Kristian Aslani ka luajtur 1136 minuta këtë sezon, 70 më shumë se sa sezonin e kaluar, kur duan ende 2 muaj deri në përfundimin e Serie A. Mirëpo mesfushori i kombëtares shqiptare, siç pohojnë edhe mediat italiane, është një udhkryq të vërtetë dhe më të rëndësishme në karrierës, pasi deri në verë do të përcaktohet e ardhmja e tij. Aslani, edhe pse shpesh herë ka luajtur mirë, nuk ka arritur të kthehet ende në një alternativë kryesore për Zikatërit. Statusi i lojtarit të stolit vazhdon që nga koha kur titullari në mesfush ishte Brozovic, ndërsa tani pengesa për shqiptarin është ai që cilësohet si vëllai i tij i madh, Hakan Çalhanoğlu. Vetë turku e ka marrë në mbrojtje Aslanin, teksa gjatë ditëve të kaluara, duke folur nga grumbullimi i kombëtares së tij, ka thënë se djaloshi shqiptar meriton më shumë respekt. Ai gjithashtu e ka konsideruar një talent të madh që do t'i bëjë shumë punë Interit në të ardhmen. Po natyrisht, më shumë se sa ndonjë shok i ekipit, pengesa kryesore për Kristianin duket se është vetvetja. Shpesh mediat italiane e kanë kritikuar për paraqitjet e tij, duke theksuar si pikën më të dobët besimin e pak në forcat e tij. Tashmë, ati mbeten edhe 2 muaj për të bindur trajnerin Simone Inzaghi. Megjithëse është e sigurt se për shkak pezullimi, ai nuk do të luajë më 2 prill në derbin ndaj Milanit në Kupën e Italisë, si dhe në çerek finalen e parë të Champions League ndaj Bayernit në Allianz Arena.